Fiksa, përshëndetje. Jemi këtu tek autoriteti i mediave audiovizive dhe do t'ju flasim sot, siç u folava edhe pak më përpara, për çështjen e digitalizimit të kanaleve televizive. Të gjitha shërbimet televizive për momentin në Shqipëri po qarkullojnë dhe po transmetohen në mënyrë analoge dhe i gjithë procesi tashmë është synon kalimin e kësaj platforme në digjitale. Dhe këtu jemi me zonjën Elkeda Domi, e cila do na shpjegoj hapasapi se si do ndodh ky proces, çfarë ofron dhe të gjitha të mirat e këtij lloji procesi. Transmetimet analoge janë ato të cilat aktualisht përfitohen nga teleshikuesit nëpërmjet një televizori dhe një antene. Janë ato problematika që mund të lindin në televizor për shkak të shirave, interferencat e ndryshme, imazhi del me miza apo gjëra të tjera. Ndërkohë që transmetimet digjitale është sinjali i pastër dhe i mirë, ose nuk do ketë më sinjal. Do të thotë që o ka një problem teknik, i cili do zgjidhet shumë shpejt, ose transmetimet duhet jenë me një cilësi shumë të mirë figure dhe zëri. Ky është ndryshimi kryesor. Pastaj benefitet që sjell teknologjia digjitale janë shumë më të shumta. Teknologjia digjitale sjell përfitime për konsumatorin, duke filluar që tek mundësia e zgjedhjeve. Konsumatori do ketë shumë më shumë mundësi zgjedhje, pasi do ketë shumë më shumë kanale televizive. Shtohet numri i shërbimeve të reja. Kalojmë në ato shërbimet me zgjedhje me dëshirë, pra ku të gjithë teleshikuesit mund të shohin televizor në çdo kohë kur ato të duan, video on demand apo catch-up, të njohura me këtë lloj terminologjie. Televizori do të jetë shumë më interaktiv. Do të thonë publiku do të jetë më ndërveprues me televizorin, duke përdorur ato jo thjesht si një ekran televiziv, por edhe një ekran ku ti mund navigosh në internet, ku të dëgjosh muzikë, pra diçka shumë më shumë nga çfarë kemi parë deri tani. Ne jemi të vënuar në këtë proces. Duhet kishte përfunduar në 17 qershor të vitit 2015. Aktualisht operatori publik është në fazën përfundimtare të ndërtimit të rrjeteve. Pritet që të fillojë transmetimet numerike në dhjetor, jo në gjithë Shqipërinë, vetëm në qarkun Tiranë dhe Durrës, pasi ky proces është parashikuar që të zhvillohet me faza. Do të zhvillohet me ishuj numerik, e njohur në terminologjinë teknike, që do të thotë do fillojë fillimisht në qarqe Tiranë-Durrës dhe pastaj do të zgjerohet në të gjithë Shqipërinë, në Shkodër, Vlorë e kështu me radhë. Mbulimi me transmetime digjitale presupozohet që të jetë shumë më i mirë në krahasim me transmetimet analoge. Megjithatë, mund të ndodhi që të ngelen zona të bardha të pambuluara, por strategjia për kalimet në transmetime numerike, e cila është hartuar apostafat për këtë proces, ka parashikuar që këto zona të mbulohen nga transmetime satelitore gjithmonë numerike. Kështu që mendojmë që do të mbulohet e gjithë territori i Republikës së Shqipërisë një mbulim shumë më i mirë nga çfarë është aktualisht në transmetime analoge. Të gjithë kanalet televizive që aktualisht shikohen free, pra pa pagesë, do të vijojnë të shikohen të lira pa pagesë edhe pas procesit të digitalizimit. Tek benefitet që sillte ky proces, ky kalim, ne harruam pa përmendur që do të ketë më shumë zgjedhje për konsumatorin. Do të thotë, duke ushtuar rrjetet numerike, do shtohet numri i kanaleve. Nëse deri tani në një frekuencë transmetohej një kanal televiziv dhe me kanal presupozohet, le të marrim një televizion INTV për shembull, pra një kanal i cili ka programacionin e vet pastaj ditor, atëherë ky do transmeton vetëm një kanal, ndërkohë që me teknologjinë digjitale ai mund të transmetojë deri në 12 apo më shumë kanale. Që të gjithë teleshikuesit të përfitojnë transmetime numerike, ka dy alternativa. E para të blenë një dekoder, në rast se ato kanë televizor të vjetër, duhet patjetër një dekoder i jashtëm, por ka teleshikues të cilët janë pajisur me televizor të mirë, janë këto televizorët e viteve të fundit, 3-4 viteve të fundit, që quhen, më thënë këto televizorët inteligjent, Smart TV, kështu që ato mund ta kenë të inkorporuar dekoderin brenda dhe nuk është e nevojshme që të blenë dekoder të jashtëm, por duhet pasur parasysh që dekoderi duhet jetë i tipit DVB-T2. Do të thënë, ky është një dekoder universal në mënyrë që teleshikuesi të përdorin një tip dekoderi për të gjitha platformat.